dashuruara me artin që në vogëli, të dashuruara me muzikën e njëra tjetrës shumë vite më parë. Nga një udhëtim dimri, vinë së bashku në ëndër vere. Janë Merita Regja Tërshana dhe Vikena Kamenica, të cilat emocionuan publikun për rreth 90 minuta në koncertin e tyre duo në Universitetin e Arteve. Zanafilla e idesë së kësaj mbrëmje ka lindur rastësisht për të bërë bashkë dhe për të ndarë me publikun 15 sonata të përzgjedhura me dashuri nga dy protagonistet. Janë sonatat më të bukura botërore dhe më të dashurat për të dyja muzikantet dhe ëndrimtarët e kësaj mbrëmjeje. Vetëm pak orë nga shfaqja, i gjejmë të dyja në sallën e madhe të Universitetit të Arteve, duke realizuar provat përfundimtare. Unë ju kërkoj ndjes në fillim që po ju ndërpres nga provat, sepse jemi vetëm pak orë nga nata e madhe, po do doja dija pikërisht diçka më tepër mbi këtë koncert, mbi pjesët dhe detajet të tjera. Është një koncert që i kemi zgjedhur pjesët me shumë kujdes, që të jenë veprat më të bukura pothuajse për mezzosoprano dhe piano. Kemi disa muaj që i mendojmë, këto vepra i njohim edhe më përpara, dhe vetë po kënaqemi me këtë muzikën e bukur. Është thjesht dëshira për ta ndarë edhe me miqt, me ardashësit e kryeqytetit. Ndërkohë si ka shkuar bashkëpunimi me Vikenën? Der puna, i keni zgjedhur bashkë pjesët, diçka më tepër? I kemi zgjedhur pothuajse bashkë pjesët. Natyrisht që Vikena ka më shumë njoftje të programit vokale se sa unë, megjithatë gjitha këto i kemi parë, i kemi studiuar bashkë. Ne jemi mikesha, ne rrim bashkë vazhdimisht. Kështu që është privilegje dhe një ndihmës më shumë kur jemi kesh me një njeri me cilin punon. Dhe shumë gjëra thjeshtohen. Ne mendojmë njësoj gjërat, ja dim njëra tjetrës, si më thënë, shijet. Kështu që kjo na ka ndihmuar shumë që provat ecin edhe me ritme shumë më të shpejta se ç'mund të ecte me dy njerëzve të panjohur, kuptohet. Kemi kohë që bashkëpunojmë bashkë, vjet kemi qenë me një koncert, po vetëm ne të dyja, me një cikël udhtimi i dimrit nga Franz Schubert. Ky është koncerti i dytë i plot që bëjmë të dyja, recitalet theme, dhe besoj se do të vazhdojnë bashkëpunimet, sepse kemi kaq shumë gjëra për të thënë akoma. Krahasuar me eksperiencën e parë, si vjen kjo eksperiencë e dytë? Çfarë ka më të veçantë? Eksperienca e parë ishte më e vështirë, sepse Schubert është një autor që njihet pak në Tiranë, është më, le të themi, më i sofistikuar mënyra e të shkruajturit muzikët të Schubertit, më e vështirë për ta luajtur.
Këtë herë kemi pas shumë kollaj sepse këto gjëra i kemi zgjedhë vetë, është një mozaik, nuk është më një cikël nga fillimi deri në fund. Dhe ato që na kanë pëlqyer vërtet shumë kemi zgjedhë të luajmë. Autorët janë për shembull Çajkovski, është një vepër shumë e bukur e Çajkovskit. Werther, aria që Vikena ka luajtur tek opera Werther vjet, aria e madhe, kemi Saint-Saëns, kemi Gershwin që është janë pothuajse jazz muzik, po të trajtuar në mënyrë klasike, janë vepra vërtet shumë të bukura. Më besoni që unë gjatë gjithë kohës që kemi bërë prova jam kënaqur, duke dëgjuar Vikenën sa bukur i bën, sa bukur këndon. Ndërkohë për ju vetë personalisht, brenda pak një kohë të shkurtër, ky është koncerti i dytë, duket një angazhim intensiv, le ta quajmë kështu. Sekreti? Forca? Në një farë mënyrë kur të merr rrjedha e punës, pastaj është edhe më kollaj se sa ta lesh edhe të fillosh nga fillimi. Nuk më ka ardhur shumë e lodhshme, duke qenë se kam qenë vazhdimisht në skenë, edhe vjet e kam mbyll, domethënë në vitin 2011 pothuajse në skenë, kështu që kam qenë, le të themi, në formë nga ana sportive e muskujve dhe nuk është heq priza për asnjë moment. Natyrisht që skena ka një magji, po ka dhe një të fshehtë që sa më afër ti jesh, aq më e dashur bëhet. Sa më shumë largohesh, aq më e largët dhe e ftohtë. Kështu që unë preferoj të rri këtu afër edhe mos më mungoj dhe mos t'i mungoj asnjëherë. Tash me Vikenën ka një problem, se ajo ka një zë shumë të bukur, të falur nga natyra. Muzikalitet, ekspresivitet, ju e keni parasysh e keni dëgjuar dhe duhet
të jep në një farë mënyrë atë shansin që të lush me atë, por në një farë mënyrë edhe konkurrencën në thonjza që ti je paq mirë se ajo. Dhe tingulli i pianos do të jetë paq i bukur sa zëri i vikenës. Por është një gjë që e bëj absolutisht me shumë kënaqësi dhe më vjen natyrshëm. Arja e Dalinës, romanca Lërn Leksiz, arja e Letës tek vuajtjet e Djaloshit Verter dhe shumë pjesë të tjera u përcollën plot profesionalizëm dhe emocion nga mezzosopranoja Vikena Kamenica. Para shfaqjes, ai është si gjithmonë, shumë i qeshur dhe solare. Ky është një koncert nga më spontanit, dua ta them deri diku, jo spontane nga përgjegjësia, se përgjegjësia është çdo dalje në skenë është përgjegjësi e madhe për çdo artist. Po spontane dua të them nga zgjedhja e repertorit. Repertori është zgjedhur në atë lloj formë aq të natyrshme dhe duke pasur një kënaqësi tonën për materialet që neve punonim bashkë deri me detaje, mund të them, dhe spontaniteti këtu lind, duke parë këto materiale, tham pse jo të ndaj me publikun. Dhe them dhe shpresoj shumë që të jetë vërtet një kënaqësi e dyfisht për ne dhe për publikun. Domethënë gjersa e ndajmë dhe sallën në dy pjesë. Publiku e quajmë një të tërë, edhe ne të dyja që jemi në skenë. Me Meritën është një lidhje gjatë e jona shoqërore dhe artistike gjithashtu. Meritën e kam pasur pjesë të çdo aktiviteti tim, duke qenë Merita në skenë apo jo. Domethënë, unë këtu dua të kujtoj edhe operën Verter, operën e fundit që unë kam realizuar në Teatrin e Operës, notat e para të punës dhe të vendosjes si të karakterit dhe muzikale, domethënë për të ndërtuar ashtu siç duhet. Merita ka qenë e para që është marrë me mua duke bërë dhe mund të them dhe profesorin. Pse jo, kështu që prandaj e them, në shumicën e rasteve, mos them në të gjitha, Meritën unë e kam pjesë të pandashme të aktivitetit tim. Pjesa më e bukur e këtij koncerti? Pjesa më e bukur e këtij koncerti, neve quajmë disa.
Një nga pjesët e bukura unë quaj edhe solon e Meritës në piano, që është një Pavana de Capriccio e Albanizit, nota të bukura të ëmbla që vetëm gishtat e saj din t'i këndojnë ashtu siç duhet, dhe që sa herë që unë e shijoj atë në pauzën që unë kam vetë, rri dhe them, mos është kjo pjesa më e bukur e koncertit, kështu që pse jo, por mua është kënaqësi. Ne të dyja jemi një e gjithë këtij koncerti dhe e shijojmë të tërën bashkë. Zonja dhe zotrin, Merita. Një dhuratë e bukur në këtë mbrëmje ishte dhe ajo që kompozitori Robert Redoja i kishte rezervuar 2 muzikanteve. 3 materiale të Gershwin, përpunuar nga vetë Redoja, u interpretuan në fund të mbrëmjes si një përkëdhelje ëndrrimtare për publikun.